2-3%, edhe ishin ata që bonin ankesa në KCZ. Ma ndoshta KCZ-ja ka qenë më shumë ajo që e ka zvarrit. Jo, se ka zvarrit KCZ-ja, po e ka zvarrit VV-ja, ose më konkretisht po e kam në kuptimin nga fillimi, nga dita e zgjedhjeve tutje, ka shkuar më shumë proceduralisht nga KCZ-ja si zvarriti. I ka konvenu Kurtit. Tani kjo është çështje interpretimi. Po ma vonë për ankesat që i bënin, domethënë për votat e diasporës, për disa parregullsi që kanë mujt mendohen për. Nuk është interesuar për shkak se Kurti është i vetëdijshëm, sigurisht që është i vetëdijshëm që në qeveri me 61 deputet ose 62 deputet në qeveri nuk siguron stabilitet, edhe ati nuk i siguron, në fakt ai s'mundet me bë kurrë, për shkak se vendi pritet. Kemi zgjedhjen e presidenti, kemi përsërit disa zgjedhjen e presidentit vitin e ardhshëm, kemi zgjedhjet lokale në këtë vit, edhe me një periudhë më pak se një vjeçare me shku, ndoshta vendit i duhet me shku prapë në zgjedhje, domosdoshmërisht për shkak se kemi mi pas votat për zgjedhjen e presidentit, edhe ai s'është i interesuar për shkak se kjo periudhë, nëse ai bën qeveri, mundet mi kushtu në zgjedhje prapë. Ma vonë, për shkak se s'ka afat për me bë diçka që me rrit elektoratin ose me majt këtë elektorat. Kjo e para. E dyta, problemi tjetër i Kurtit, pa e qartësu pozicionin e tij në raport, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mu ba mërmenja që ai ka problem me bën qeveri. Për shkak se nëse ai e bën qeverinë, nëse nuk ka asnjë raport, dhe shkojnë raportet vetëm sa shkojnë të acaru më shumë, nëse s'kemi raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse dhe kemi të prishta raportet. Neve në fakt që në të na bëhe sa. I zgjodhi krejt ambasadorët edhe në vendet e rajonit, edhe gjithka në përbot, Kosovë s'ka as në i farë deklarate, as në i farë zyrtare për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për që dojnë më marrë me neve në këtë rast. Ta shajnë të i prit formimin e qeverisë, ajo nuk e di, po s'paku një sinjal me pas nëse kemi asat sinjal. Kështu që edhe këto e pret për mendimin tam Kurti, që është sigurisht për ta është shumë esenciale, e pret edhe me pozicionu, me qartësu raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me administratën e re Trumpit, cili do t'jetë raporti i tij. Se pikpyetjet e administratës Trump, sidomos në rajonën në politikë të jashtme, janë të hapura edhe në vendet përreth. Në vendet përreth nuk ka caktuar ambasador. Serbi e ca për Serbi. Po, Serbi u tha, Mali zi pikpyetje, Shqipëria pikpyetje, edhe më tutje, këto janë pikpyetje të hapura edhe në Evropë. Edhe aty ku janë ambasadorët politikë. Shumë vende, po, për pos kësaj s'ka asë një prononcim, s'ka asë një deklarat për Kosovën, prej përfundimit zgjedhjeve. Për pos zotit Grenell që ka patur gjatë qëndrime. I ka pas gjatë fushatës, po jo mas. S'ka pas asë një deklarat. Prandaj mendoj që këtu ati është i komenu mas shumë të kjo zvarritje. Vendin zgjedhja shkon janë disa procedura kushtetuese masanejt. Po le ta përfshim këtë çështjen e zgjedhjeve ose jo, ose krijimin e mundshëm të një qeverie, si po duken ty nga këto sinjale, Matoshi. Nuk e ke komentuar refuzimin e Abdigjikut, të cilin Besian Mustafa mbrëm e quajti refuzim estetik nga i shkrimi që nuk ma merr mendja që të ka bindur ty që e ka esteticitetin e duhur edhe kritikën e kujtimshalës në atë drejtim, ama gjithsesi jam kurioz ta di opinionin tuaj. Refuzimi estetik bëhet pa buj, pa zhurmë, pa inate. Refuzimi estetik është krejtësisht diçka tjetër. Refuzimi estetik është për mos me adhuru të çmtumen si kategori estetike, po ja që në letrën e Abdigjikut kishte edhe mangësi, sepse nuk e para, publiku duhet me ditë që letra nuk është thirrje dhe ka me bon koalicion. Letra ka qenë është thirrje për lideri LDK-s me u konsultu. Çka do të ndodhë në të ardhmen? Një konsultim politik që e do rani mu bo, por për koalicion asë një fjalis ka qenë. Matoshi, ka drejt Abdigjiku që thotë se për koalicione. Dhe pse? Se të njëjtën ditë, LDK-ja është eftuar nga kryetari i kuvendit në detyrë
për çështjen e konstituimit këtë, pse duhet 2 takime Ajo atëherë? procedurë rregull tek kuvendit kushtim. Pra pse duhet 2 takime atëherë? Kjo procedurë politike. Fituesi i zgjedhjeve ka drejt madje ta thijë edhe liderin e listës sërbska. Pse jo, sepse është Obligime ka. obligime ka me thijë, mu konsultu çush po ja bojmë.